Zoti Doja, tani gjithë avokatët e zbatuan këtë vendim që bojkotuan? Të gjithë. Pati ndonjë? Absolutisht. Nuk ka. Absolutisht, bile avokatët po insistojnë që ky bojkot të vazhdoj. Po pra se tani çështja vazhdon. Çështja vazhdon dhe derisa të vazhdoj ky bojkot? Sipas vendimit që ka marrë dhoma e avokatisë së Shqipërisë, është deri në datën 25. Po pse? Unë shikoj edhe në për rrjetet, ka shumë insistojnë avokatët dhe duan që ta vazhdojnë këtë deri sa çështja të pushohet, por të pushohet, se që do pushohet, por se të pushohet se krimi vepra nuk ekziston. Nga e diti që çështja do pushohet? Po sikur mos pushohet? Sepse jam jurist dhe edhe unë mundet të bëj analizë të provave dhe të di edhe përfundimin. Nëse çështja nuk pushohet? Ne do të vazhdojmë bojkotin patjetër. Dhe do të ashtrim akoma më gjerë, do të ashtrim edhe në... Ku? Edhe në gjykatën civile, edhe në administrative, në të gjitha. Ky është rasti i parë që ju bërin protestë këtij lloji? Mos më mend tjetër. Jo, kemi bërë. Jo të këtij lloji flas, kur ka një koleg tuaj. Po, kemi bërë, për kolegë kemi bërë, edhe kur ishte rasti i plagosjes të kolegut ton. Jo, flas për probleme në sallën e gjyqit në kurimin e... Jo, absolutisht. Kemi bërë për artën gjyqësore. Tani, si po shkon drejtësia tani, se ti ke qenë shpesh në emisionet e mia i ftuar dhe ke qenë nga ata entuziastët si puna ime për reformën në drejtësi, po si po shkon mbas kaq vitesh, 2016 apo 9 vjet? Unë në qoftë se mban mend, nuk kam qenë entuziast. Jo, entuziast ke qenë, po ke bërë shumë kritika. Po shumë pozitiv ke qenë ndaj reformës. Kam thënë duhet, por rruga është e gabuar. Pasojat e reformës janë të tilla që kemi zvaritje të proceseve pafund. Dhe kjo është një alarm i madh që si këllëgjë, si zvarritën proceset? Ma thuaj konkretisht. Zvarritën sepse e pare punës nuk ka gjyqtar dhe prokuror. Është përgjysmuar numri. Dhe ka mangësi të jashtëzakonshme. Tashmë është bërë publike që çështjet civile shkojnë me dekada. Dhe kjo nuk i shërben, nuk është më drejtësi, një drejtësi e vonuar është, nuk është më drejtësi. Por edhe çështjet penale. Po? Për shkak të mbi ngarkesës që kanë prokurorët, hetimi një çështje zgjat në kufit e një viti, aq sa e ka dhe limitin maksimal. Por nuk ka efekt një vendim i dhënë për një çështje të ndodhur sot, kur jepet pas 2 vjetësh, ju mbet efekti parandalues. Sepse edhe vetë opinioni duhet të kujtojë kur ka ndodhur kjo, çka ka ndodhur atëherë. I fshihet nga kujtesa. Edhe kjo e largon vëmendjen? Dhe e largon vëmendjen, kurse kur ti e fillon një çështje, e zgjidh, e dënon tjetrin, atëherë ka efekt parandalues. Sepse shikohet... Ka efekt parandalues, shumë drejt ka avokat. Kështu që në këtë kuptim drejtësia është në pikën e saj më të keqe. Në pikën e saj më të keqe? Po. Se sot ti duke thënë që ishte më keq se para 2016-s? Po, shumë më keq. Çfarë thua? Shumë më keq. Ma ule flamuri gjysmë shtiz. Jo, është shumë më keq në kuptimin që kozjatja e një procesi është 3 fishuar dhe 5 fishuar. Unë them që përpara reforma, o që një pjesë, jo të gjithë, të atyre që ishin të korruptuar, që ishin
Të pavët nuk ka ikur asnjë. Asnjë? Për pavësin nuk ka ikur asnjë. Qoftë edhe një. Nuk ka ikur asnjë nga betingu? Asnjë për pavësin nuk ka ikur njëri nga betingu. Vetëm për probleme financiare? Vetëm për probleme financiare. Dhe për probleme financiare, shumica që janë hequr pa drejtësisht. Shumica që janë hequr. Po ti e përmbysë reformën në drejtësi? Shiko, reforma në drejtësi që u bë këtu nuk është bërë më dot në asnjë vend tjetër të Europës. Në asnjë vend. Është kërkuar të bëhet në shtetet fqinje. Në Rumani, në Kroaci. Por reformën tonë nuk e merr përsipër ta bëjë njeri, sepse ishte shumë e gabuar. Si zgjidhet kjo? Tani, si zgjidhet. Ne kemi ngel pa gjyqtar. Ne jemi në atë pikë... Furnizohet vetëm nga diplomimi të magistraturës? Vetëm nga jo. Dhe ne jemi në një pikë që një gjyqtar në vit ka, po themi, 1000 çështje. 1000 çështje janë 1000 çështje. Duan 1000 vendime nesër. Kur do t'i bëj? Po një vit, 365 ditë ka vit. Ne gjyqtarët, tani vendimet na i bëjnë në shtëpi. Si i bëjnë shtëpi? Se kuptova këtë. Pra, zbardhjen e vendimit, gjyqtari e merre në çantë dhe e bën në shtëpi. Ç'a thua? Po s'ka kohë reale. Ai, nga e hëna deri të premten, është në përgjigje. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Ua. Dhe, ku i bën vendimet? I bën në shtëpi. Premtet shumë diel. Premtet shumë diel në shtëpi, ose mbas ditëve në shtëpi. Ose mbas gjatë javës. Po patjetër. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Çdo gjyqësore ka një gjyq. Po më duket si ajo që çdo gjyqësore ngrihet një avion në aeroport. Dhe gjykatësi ti çdo gjyqësore ka një gjyq. Po çdo gjyqësore ka një gjyq. Ka dhe që i bën edhe me çerekore. Po mesatarisht. E planifikon ai, por mesatarisht gjyqësore. Ua. Dhe prandaj, sepse ka procese që zgjasin tej asaj gjysmore që është përcaktuar, dhe prandaj ne presim mbrapa dyerve që të mbarojë njëri procese, njëri po u vonua, se po të jetë me debat midis palëve, normalisht që do vonohet. Kështu që i bie shkurt? Jo, do vonë shiko këtu. Edhe të duash, gjyqtarin nuk ka mundësi as të dëgjoj, por nuk ka mundësi as të studioj dosjen përpara se të vinë në gjykat. Nuk ka mundësi reale. Nuk është se... E kupton... Urda? Ky është dorëzim, ky është dështim. Jo, nuk është dështimi i sistemit. Po pra, i sistemi, gjyqtari, jo, s'ka faj gjyqtari. Qa do bëj gjyqtari? Jo, s'ka faj gjyqtari, jo. Doon një fashikull, një dosje mund të jetë me 30 fashikuj, dhe ai duhet t'i ketë studiuar gjithat që të vinë në gjykim. Ai e mëson çështjen gjatë gjykimit. Kjo e dëmton drejtsinë jashtëzakonisht. Prandaj themi që... Zoti Doja, do flasim edhe për çështje të tjera, po pas ngjarjes kur vra gjyqtari Kalaja, çfarë ndryshimi kanë për gjykata tani? Kam shumë siguri? Shiko... Ju një nga ata që keni reaguar atë ditë, unë ju kam marrë intervistën. Unë nuk shoh në një ndryshim. Përse nuk shikoj ndryshim? Siguria e gjyqtarit nuk është vetëm salla i gjyqit. Jam dakord, aty duhet, patjetër. Dhe tani ka një kontroll i çik më të imtësishëm e gjitha. Por siguria e gjyqtarit vjen më këmbë, ai ndjes pas vinte me bicikletë. Astrid. Me bicikletë? Me bicikletë. Ua. Pra, nuk e vrave në sallë gjyqit, do ta vrasësh këtë derë gjykatës. Kështu që... Por edhe ata që vinë me makina. Nuk kam mbrojtje të gjyqtarëve. Po mirë, mbas kësaj ngjarje, ç'a masa që janë marrë tani? Gjykat në apelit, se ti shkon për ditë. Është vënë një monitor i ri aty, një kaq, që fut çantën dhe
Mjetet që ka çdo personel. Vetëm kaq. Po kontroll tjetër, ose mbrojtje tjetër për gjyqtarët? Ka persona që mbrojnë? Absolutisht. Një policë që rike rruga për jashta para gjykatës. Pa i vënë Pa i është më shumë për trafikun se sa për... Dhe kaq. Nuk ka. Ti duke thënë që gjyqtarët përsëri janë të rrezikuar. Patjetër. Shiko, kanë bërë një zgjidhje shumë të bukur në gjykatën e posaçme. Po? Punojës i drejtorisë përgjithshme të burgjeve, punojës policie, janë aty që për kontrollin, për mbarvajtjen, për të gjitha, pjesëmarrjen në seancë. Do në gjithmonë ka një nga ata punojës policie, gjithmonë të sistemit të burgjeve. Kurse, për gjykatat e tjera nuk e bëjnë këtë gjë. Po pse? Gjitha kafshë janë të barabarta, po disa kafshë janë më të barabarta se tjerët. Po. Gjorgj will check në të piramid. Po, nëse është mundur regjia në shfaqi polifoton me prokurorët e SPAK-ut, nëse është mundur. Ja. Tani vinte institucioni mirësishëm i drejtësisë. Unë po pyes një nga njerëzit më kompetent për të folur. Zoti Doja, si është ky institucion sot? Shiko, unë nuk mund të them si institucion është në lartësinë e duhur. Por, jo, është në lartësinë e duhur, është duke bërë një punë të mirë, një pjesë të gjërave i kanë marrë të gatshme, sepse atëre, në rast se prokuroria e krimeve të rënda hetonte, prokuroria tani në gjithë të grupet kriminale që ka arrestuar, më shumë ka bërë zbardhjen e përgjimeve të ardhura nga shtetet e tjera. Këte nuk ka përgjuar vetë, ke fjallë? Pra nuk ka bërë veprime hetimore. Më shumë është marrë me zbardhje. Kurse, për herë të vërtetës, Prokuroria e krimeve të rënda të asaj kohë, që një pjesë e tyre kanë qenë dhe atëhere, bënin hetimet të mirëfillta. Dhe kanë dënuar jo pak organizata kriminale, grupe të strukturuara kriminale edhe gjitha. Kjo është diferenca. Pra, i kanë gjetur i gjërat e gatshme, doon që kanë bërë këto goditjet e mëdha, për ashtu për politikën që... Zoti Doja, në fillim të dhjetorit, ne do kemi drejtuesin e ri të SPAK-ut, mes Adnan Xholit, Doloreza Musabelliut, Elvin Gokaj dhe Klodian Braos. Tani, cili është mendimi, si po shkon gara njerë dhe si shikon këta katër? Shiko, me qenë se është i pari, Adnan Xholi është një prokuror me përvojë. E një personalisht? E një personalisht. Ke pasur çështje? Po. I ke humbur e ke fituar? Shiko, nuk flitet me humbur apo fituar, sepse... Po me që flitet? Jo. Sepse ta fitosh një çështje, do të thotë dalësh nga ajo gjykat me pafajësi. Po. Kini parasysh që 0,3% e çështjeve mund të marrin pafajësi. Në SPAK? Në gjithë sistemin. Gjithë sistemin? Po. Po çfarë bëni ju avokatët? Urdha? Çfarë bëni ju? Pikërisht pra, do në bëhet çfarë thot prokurori, nuk thot bëhet çfarë thot... Prandaj e Republike prokurorëve. Gjithsesi, e kishin fjalën. Po, Adnan Xholi. Është për mua e meriton të kandidoj. Jo të kandidoj, ka kandiduar ai tani të drejtoj. Jo, që ka kandiduar, po edhe të drejtoj. Doloreza, gjithashtu është me eksperiencë. Ka një vite, ka qenë ke Prokuroria e Krimeve të Rënda, sikurse edhe Adnani, është tani tek Prokuroria e Posaçme. Është e zonja. E vlerëson? E vlerësoj, është e zonja. Pra, unë të besoj, zoti. Shiko, prokurori ne njohim mirë prokurorët, edhe nga mënyra se si debatojnë në seancë. Çfarë cilësish ka Doloreza? Doloreza
di të mbroj akuzën. Se më kujton Dolorezën Velaj. Është një Dolores Velaj e dytë. Vërtet? Është shumë Gjithë ata që nuk e njohin. Është shumë luftarake. Prokuroria femës zonjë e parë në historinë e prokurorisë Tiranës. Dhe besoj që ka të tjerë drejtues. Jo, ka pasur. Ka pasur? Drejtues prokurorie the. Drejtues prokurorie, po. Ja, ajo është e vetmja, e para dhe e vetmja. S'ka drejtues prokurorie. Në Tiranë s'ka pas. E vetmja dhe vazhdon akoma. Po, ka qenë, ja, nuk vazhdon. Jo, vazhdon akoma që mos ketë. Po, e vërtet. Dolores Velaj ka qenë e vetmja, e para dhe e vetmja. Në Tiranë. Edhe ka qenë burnesh. Burnesh. Atëherë edhe pse ishte sistemi i centralizuar i prokurorisë, i lindet lirë prokuror. Ka marrë malli dhe e përshëndesim nëse na ndjek Dolores Velaj se ju keni pasur goxha çështje atëherë dhe vitet 97. Kam punuar edhe para 90-s. Edhe para 90-s. Ke njohur edhe para 90-s. E kam njohur edhe kur kam qenë fëmijë. Sepse ti emrin e kam pas drejtoresh të shkollës. E përshëndesim prokuroren Dolores Velaj se me të vërtet kaloi gjurmë mira në punën e saj si prokurore. Tani, një Dolores tjetër më thon zoti Doja që një femër, pra një zonjë, se ne shqiptarët e themi femër dhe kjo është gabim në artikullin, po një zonjë mund të jetë drejtuese. Do të thotë se Doloreza Musabelliu do ishte drejtuese. Si do shikojë prokurorin? Ndryshe do funksiononte si në kohën e Dumanit, në kohën e Krajës? Shiko, nuk është puna sepse që ta ndash kohën e Krajës. Në kohën e Arben Krajës ajo sa u krijuar. Nuk ishte një strukturat akoma, BK-ja nuk ishte farë, nuk ishte krijuar. Kështu gjë, ajo fillovi funksionimin tamam mbas 3 vjetësh kur erdhi zoti Altin Dumani. Dhe ka funksionuar mirë për hir të vërtetës. Kanë bërë punë. Kështu bën vrejtje kështu Republika Prokurore për këta i vlerësoj aman. Shiko, në aspektin e punës të bërë konkrete, është bërë goxha punë. Pastaj, që ka në për shqiptare, që unë nuk e di. Po, dhe po t'ishe Doloreza? Si e pra shikon? Shiko, Doloreza do jetë me këmbë në tokë. Edhe Adnani, ja? Jo, edhe Adnani mbaruat e thatë ju. Folët mirë, po në qovë se do ishe, se zonjë është... Edhe ajo do të... E madhe presion e politikës? Do të drejtonte me dorë të ekut. Ajo. Doloreza. Për zotin Elvin Gokaj? Zotin Elvin Gokaj, unë e njoh që në Pogradec, në Shkodër. Ai është nga Shkodra apo nga Pogradeci? Se i ka qenë prokuror atje. Në Mat ka qenë prokuror. Po, ka qenë prokuror në Mat. Por ka qenë në apel në Shkodër. Po, në Shkodër. Po. Nga është? Me origjinë nuk e di, të të gënjej. Se kanë filluar, jo, e di pse pyeste, se kanë filluar edhe këto. Klani Dibranve, klani Skarpalive, se këto po këto janë. Këto janë për ne aq vend jemi. Jo, duke qenë se Musabelliu dhe Brau janë nga Skarpari, klani Skarpalive. Zoti Xholi është Dibran i Dibranve, po ka folklorike, nuk jam. Jo, nuk jam.